Vendet vakante në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nuk do të plotësohen dot brenda këtij viti. Për shkak të nisjes me vonesë të procesit të përzgjedhjes së kandidatëve, ai nuk do të mund të finalizohet përpara përfundimit të mandateve të anëtarëve ekzistues me datë 21 dhjetor. Sipas burimeve nga Kuvendi, procesi i vlerësimit dhe votimit të kandidaturave që kanë aplikuar do të bëhet në fillim të vitit të ardhshëm. Seanca e fundit të Kuvendit për këtë vit të mbahet me datë 18 dhjetor. Koha nuk mundëson shqyrtimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve brenda këtij afati. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës nuk mund të vazhdojnë të ushtrojnë funksionet e tyre pas përfundimit të mandatit. Ndërkohë, ligji për Bankën e Shqipërisë kërkon që mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës të zhvillohet me praninë e më shumë se gjysmës së anëtarëve të emëruar, duke përfshirë praninë e kryetarit ose zëvendës të kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës. Kjo nuk kupton që në situatën aktuale Këshilli i Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë nuk do të ketë më kurium për të marrë vendime. Kjo nuk është hera e parë që procesi i plotësimit të vendeve bosh në institucione e pavarura bëhet me vonesë. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë u përball me një situatë të tillë pikërisht në vitin 2018 para zgjedhjes së anëtarëve që së afërmi u përfundon mandati. Edhe në atë rast, numri i mandateve të përfunduara ishte 6. Mos plotësimi në kohë i vendeve vakante e bllokoi për një kohë të shkurtër vendimarrjen në Këshillin Mbikëqyrës. Në muajin dhjetor 2025 përfundojnë mandatet 7 vjeçare të 6 anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës e zgjedhur në fund të vitit 2018. Pranë përfundimit të mandatit janë zëvendës guvernatorja e parë Luleta Mingjozi dhe anëtarët jo ekzekutiv të Këshillit Artan Hoxha, Violeta Staka, zgjedhur në 2020 për të përfunduar mandatin e ish anëtarit Arben Malaj, Edlira Luçi, Ridvan Bode, Suela Popa. Kuvendi shpalli vakancat vetëm me datën 20 nëntor, ndërsa aplikimet u mbyllën në datën 9 dhjetor. Ndërsa Këshilli i Ministrave i shpalli zyrtarisht vendet vakante me 26 nëntor dhe afati për paraqitjen e kandidaturave është data 26 dhjetor.